Është jemi prit këtë ditë, domethënë që vim këtë nivel, besoj që do japim maksimumin, jam shumë optimist. Shoh edhe optimizëm të vajzat, shoh dëshirë, shoh grin, sepse është momenti i dur që ne të vazhdojmë të qëndrojmë në Ligën B, sepse besoj që e kemi merituar me rezultate edhe me lojë dhe besoj që jemi dëm për të vazhduar në Ligën B. Po tash ne kemi një fat madh se shumë vajza po na luajnë jashtë Shqipërisë, në klubet huaja, besoj që është shumë kontingjenti dhe kjo është një fat sepse vitja është më sistematike, më rregull dhe besoj që vajzat janë të përgatitura mirë fizikisht. Kështu që shoh dëshirë të vajzat, kjo është ajo që më ngro dhe shoh një optimizëm për të kaluar këto dy ndeshje me sukses. Tash ne kemi studiuar Çiprën, e dim kush është Çipra, besoj që ashtu na kanë studiuar ata ne dhe unë mendoj që ne do të luftojmë me vetveten, që mos mendojmë që është ndeshje e lehtë, se kjo është shumë e rëndësishme, po t'i japim vlerësimin që i takon dhe të bëjmë atë hapin e madh që ne kërkojmë te futbolli femrë, sepse do të jetë një sukses i mirë ose i madh për futbollin e femrave që ne të vazhdojmë të jemi në ligë.